Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin. Ditën e sotme dua të filloj me pozitivitet, me adrenalin, me dashuri, të flasim për personazhet tanë të dashur dhe të nisim këtë ditë me Egli Takon. Egli Tako është në Shënjestër, është e përndjekur, le të themi, nga Media Roz dhe të gjithë duan të dinë lëvizjet e saj, vendimet e saj, projektet e saj të ardhmen e Eglit. Ditën e djeshme në Eglis Family Chat, do me thënë një chat që Egli ka krijuar në rrjetin social Instagram të saj, ka sjellur një shkrim ku Egli tregon që përfundimisht më në mënyrë reciproke, respektivisht, ka marrë vendimin që të ndanë rrugët me Fifin dhe në bashkëpunim me produksionin në të cilin ajo është. Por provokimet, lëvizjet e çuditshme që në fakt Egli ka bërë gjatë gjithë kohës që kur ka dalë nga shtëpia e Big Brotherit kanë qenë në Shënjestër. Tani Egli dhe Gjesti kanë një farë forme të marketingut shumë interesante. Egli ditën e djeshme solli një mesazh ku shkruante arsyet e saj përse dëshironte që të largohet apo të tërhiqet nga ky menaxhim për t'ia besuar punën, suksesin dhe karrierën e saj një menaxhmenti tjetër. Tani nga informacionet që kam siguruar unë, do me thënë jo zyrtare, më duhet të them gjithmonë, Egli Tako ditën e djeshme në orën 10:55 të mëngjesit kanë nënshkruar në studiot e 360 Music kontratën e saj të vazhdimit të bashkëpunimit në projekte që do të sjellen. Me patjetër që në momentin kur do të publikohet kënga e radhës së Eglit, në qoftë se Egli nuk vendosën të nxjerrën një fotografi apo të nxjerrën një story nga vendimi që ajo ka marrë në rrugtimin e saj me çdo qoftë kompani kush është që do ta mbështetën Eglin në menaxhmentin e saj, me patjetër që kjo gjoja nëse nuk veprohet në këtë formë, nëse nuk kuptohet në fotografi apo nuk kuptohet në një fotografi që do të hedhën Egli, do të kuptohet në këngën dhe videoklipin e radhës që do të nxjerrën, se me patjetër do të shkruhet kush është shtëpia që Eglin e mbështetën dhe me kë Egli ka kontratë të punës. Dyshimet ishin shumë të mëdha që në momentin kur Egli, në natën kur kombëtarja shqiptare kishte ndeshjen me Serbin, në një mbështetje të kombëtares, Egli vuri një unas në gisht e cila simbolizon martesën me Gjestin brenda shtëpisë të Big Brotherit, u kuptua që Egli do të jetë në një menaxhment me Gjestin, por natën e mbrëmshme Egli ka postuar në Instagramin e saj, në story, një fotografi që ka bërë lëmsh mendjen e ndjekësve. Tani, që të bëj lëmsh mendjen e ndjekësve, Egli dhe Gjesti e kanë konfirmuar që janë ekspert. Në më thënë, gjithmonë kanë bërë lëvizje që ndjekësit i kanë çoroditur, i kanë defokusuar nga e vërteta apo nga afrimi më afër lajmit. Dhe Egli mbrëm ka hedhur një story që ajo story çuditërisht nuk mund të jetë e bë me mbrëm, mund të jetë e incizuar edhe më herët, dhe Egli ka vendosur që ta publikoj mbrëm pikërisht për të trazuar pak ujërat. Story është e bërë në studion e SBS-it dhe me njëherë dhe me thënë kanë dalë shkrime që Egli vazhdon bashkëpunim me SBS-in, ku vetë Egli ka thënë që unë në mënyrë reciproke dhe respektivisht do të ndryshoj menaxhimin tim, do të shkoj në një menaxhment krejtësisht të ri. Dhe kjo videoja që ka dalë dje në story nuk do të thotë që Egli këtë video mund ta ketë xhiruar dje, mund ta ketë xhiruar edhe më herët dhe ka transmetuar dje. Do me thënë, zakonisht artistët shqiptar i bëjnë këto gjëra, po edhe nëse e ka xhiruar dje, nuk do të thotë që Egli e ka të mbyllur derën të mos hyjë kur në SBS. Më thënë, Egli mund të shkojë të bëj këngë dhe te SBS-i, dhe te 360 dhe tek të gjitha kompanitë e tjera. Do me thënë, ajo mund t'ja besoj vetes menaxhimin edhe mund të shkoj të bashkëpunoj me të gjithë kompanitë, nuk ka asnjë gjë të keqe aty, në fund të ditës mvaret se si ajo do të jep besimin,
Por, nga informacionet jo zyrtare, më duhet ta them edhe një herë, Egli ka nënshkruar kontratë me 360 Music kompanin apo me menaxher Bonartin. Gjithsesi, Egli është një vajzë e mrekullueshme. Çuditërisht ajo ka hequr të gjitha këngët e saj nga Instagrami. Po t'i hedhim një sy Instagramit të Eglit, nuk do të gjejmë asnjë këngë, qoftë as këngën jetë, që do të thënë kënga jetë është e menaxhueshme nga vetë Egli, edhe këngën jetë e ka hequr. Nuk e di arsyen pse i ka hequr të gjithë këngët nga Instagrami, pse e ka fshirë një të kaluarën të saj kaq të afërt që i dha vërtet një suport shumë të madh. Do thënë kjo të çon në disa hamendime që të mendosh, por vetëm nga fakti që Egli ka fshirë këngën nga Instagrami, që do të thënë kontratat janë bazë kur ti nënshkruan për YouTube, nënshkruan për Instagram, nënshkruan për Facebook e për gjithçka tjetër, do të thënë janë kontrata që artistët i nënshkruajnë para se të publikojnë dhe të fillojnë projektet e tyre. Kështu funksionojnë këto shtëpi. Egli ka hequr nga Instagrami gjithçka dhe ka lënë këngën në kanalin e saj të YouTube-it. Tani pikpyetja është e madhe këtu. A do ta merr Egli kanalin e YouTube-it dhe ta menaxhon po të njëjtin kanal i cili është hapur nga SBS-i, apo thjesht edhe kanali i YouTube-it do t'i mbetën SBS-it? Këngët janë të fshira, ka dalë vetëm një Reels apo një story që mund të jetë bërë më herët Egli që reklamon një lloj parfumi, dhe do me thënë, kjo nuk do të thotë që Egli ka vazhduar bashkëpunimin me SBS duke nxjerrë një story me parfum, pasi që të gjitha projektet e tjera, qoftë kënga jetë, e cila nuk ka të bëjë fare me bashkëpunimin me Fifi, nuk ka të bëjë fare me asnjë gjë tjetër, mbetet, do me thënë do mbetesht e Eglit, siç duket edhe ajo këngë nuk është e Eglit, që i bie që do me thënë edhe kanali i YouTube-it do të jetë një pikpyetje e madhe, në qoftë se do të menaxhohet nga Egli në kohët në vazhdim, por edhe të menaxhohet nga dikush tjetër, në qoftë se nuk postohet këngë e Eglit, do të ishte një budallallik shumë i madh, sepse Egli, identiteti është i Egli Takos, nuk është identiteti dikujt tjetër. Dhe për këtë gjë, unë mendoj që në ditët në vazhdim do të kemi gjërat pak më të shtruara në tryezë për t'i kuptuar dhe ta kuptojmë këtë të vërtetën, por nga informacionet që unë i kam, më duhet edhe një herë ta them, akoma jo zyrtare, Egli ka nënshkruar tek 360 kompania e cila po menaxhon edhe Gjestin, por njëkohësisht edhe shumë artistë të tjerë. Se shumë lajme ka a do të menaxhohet Egli nga Gjesti. Nuk është Gjesti menaxheri, aty ka menaxher të tjerë.